Shqiptari grushton policët dhe tenton t'i marrë armën njërit prej tyre në përleshje trafikonte drogë. Policia italiane e Bolonjës arrestoi një shqiptar 20 vjeçar të dyshuar për trafik dhe shpërndarje droge. Aktiviteti kryesor në zonën e parkingut dhe në një supermarket vendosur në via Maserati. Sinjalizimi erdhi nga disa qytetarë të shqetësuar dhe stafi punonjësve. Oficerët e stacionuar atje vunë re një Ford C-Max me ngjyrë gri që hyri në zonë. Pasi parkoi, shoferi njohur tashmë për forcat e ligjit si përdorues droge, telefonoi tregtarin shqiptar i cili po vinte në këmbë dhe i shiti drogë në këmbim të parave. Pasi përfundoi shitjen, tregtari hipi në makinën e blerësit dhe me të arritur në kryqëzimin me via Castelmello, doli, hipi në një biciklet dhe u largua përgjatë via Felsina. Oficerët vendosën të kapin shqiptarin që u bë agresiv dhe duke grushtuar efektivët në aksion që të shpëtonte nga arrestimi. Madje i riu tentoi t'i merrte pistoletën njërit prej policëve, por pa sukses. Pas një përleshje të gjatë dhe të dhunshme, oficerët arritën ta siguronin atë, edhe gjatë kontrolleve të mëvonshme ata gjetën 230 euro në parat gatshme dhe afërsisht 8 gram kokainë në xhepin e tij të pasëm. Sipas autoriteteve, i riu ishte i skeduar më parë për precedent të tjerë.